Më 1 shtator të vitit 1956, në ditën e parë të fillimit të vjeshtës, në qytetin e Pogradecit do të hapeshin dyert e mëdha të dijes. Qytetin e lashtë të Ilirisë së Poshtme, aty ku kryqizohen erat dhe kulturat ballkanike, që përshkrohen nga rruga Egnatia, fillua mësimi nxënësit e parë të shkollës së mesme. Qyteti me kalat lashtë, me liqen të madh e florë dhe faunë të rrallë, por mbi të gjitha me një pasuri të madhe shpirtërore, të përfaqësuar nga intelektual të shquar, korifejt kombëtar Mitrushku të Eli Lazgush Poradeci, të cilët aspiruan me forcën e madhe atletare e shpirtërore të dijes e kulturës siperane, në hapjen e shkollave të dritës. Shkolla e mesme do të mbante emrin e heroit Reshit Çollaku, e cila do të hapej në gjysmë shekulli më pas se shkolla e parë shqipe në këtë qytet, e cila ishte një nga dallëndyshit e para të diturisë në Shqipëri, me 14 mars 1887, fill pas asaj të qytetit të Korçës. Shkolla e mesme ishte një ngjarje historike dhe do të kurorzohej me përpjekje të kërkesave të prindërve dhe nxënësve të këtij qyteti arsimdashës, i cili kishte treguar në shekuj dashurim për liri, pavarësi dhe dije një kulturë të qytetërimit perëndimor. Në shkollën e parë fillore, nxënësit do të mësonin abetaren dhe numratoren, ku do të përgatiteshin kuadrot e para shqiptar, të cilët më pas do të studionin në universitetet të shquara të botës. Me dijet dhe kulturën e tyre, do të ndriçonin mendjet dhe zemrat e shqiptarëve. Të gjithë këta intelektualë të lartë do të ktheheshin atje dhe do të jepnin kontributin e tyre në të gjitha fushat e jetës, e do të falnin dhe jetën në shërbim të kombit, një ndërtaj dhe heroi që mbante emrin e shkollës së mesme, konkretisht Reshit Çollaku. Shkolla e mesme, e quajtur 11 vjeçare, ishte pranë kësaj ndërtese të vogël, ku do të mësonin si fillim të the-4 nxënësit e parë me 6 mësuesit e tyre. Mësuesit e parë që kanë dhënë mësim në këtë shkollë kanë qenë pikërisht të diplomuarit e parë që kishin kryer studime në Institutin e Lartë Pedagogjik në Tiranë. Në kuadrot e parë ishte dhe profesori i matematikës Sotir Koci, i cili kishte mbaruar studimet e larta në Lyon të Francës, dhe Kozma Basho, i diplomuar në Austri. Nga viti në vit, shkolla psoi përparime dhe rritjet e saj si në numër e në cilësi. Në vitin 1960, shkolla e mesme provoi një emocion të madh. Nga bankat e saj dolën 37 maturantët e parë, një pjesë e mirë e cilëve shkuan për të vazhduar studimet e larta në fakultete të ndryshme, të Universitetit të Tiranës apo institute të tjera të larta 2 vjeçare të vendit, si dhe 6 nxënës morën të drejta studimi jashtë vendit. Gjimnazi filloi të funksionoi si një shkollë më vete në vitin 1970. Me kalimin e viteve, me shtimin e klasave, u shtua dhe numri i personelit të shkollës. Kështu, shkolla mori fizionomi të plotë, si qendra më e rëndësishme arsimore e rrethit. Unë që të prezantohem për këtë qytet, besoj se s'është e nevojshme, mbasi këtu kam ardhur që në vitin e largët po e them të 1973 dhe kam punuar 35 vjetë rjesht. Për kontributin tim modest të punës, mund të flasin brezat, nxënësish dhe kolegët, të cilët ne kemi kaluar bashkë. Dhe me këtë rast, në rastin e 60 vjetorit të shkollës Marem Çollaku, i përshëndes të gjithë kudo që janë. Kujtimet për këtë gjimnas janë të pafundme. Do të thesha që në atë kohë, kur fillova punën këtu, ishte një shkollë që jo shumë bukurira si që ka sot, dhe e ndërtuar e pajisur në këtë mënyrë nga ana e bazë materiale, po kujtoj që kishin 2 laboratore shumë të pasur. Laboratorin e kimisë dhe laboratorin e fizikës. Më vjen shumë keq që sot nuk është as njëri, as tjetri nga këta laboratori, dhe laboratori biologjisë njëkohësisht. Punonim me shumë vullnet, me shumë dëshirë, kalonim pjesën më të madhe të ditës në këtë shkollë, duke punuar me nxënësit, aq sa unë për veten time arrita që çdo nxënës të punonte më veten në tavolinë me punë
të laboratorit të kimisë. Unë ish mësuesja e gjuhës frënge, ndihem e nderuar e respektuar e njëkohësisht e privilegjuar që jam e ftuar në këtë përvjetor të shkollës sonë të përbashkët, të shkollës ku unë kam dhënë kontributin tim modest. Vite të cilat i kujtoj me mall, kam mall për qytetin tim Pogradecin, që më dha mundësinë për të qenë edukatore e brezave ndër vite. Kam mall e nostalgji për vitet përgjatë të cilave bashkë me kolegët punova me dashuri për pikëmëri e për kushtim për të edukuar brezat të tërë me njohuri të qëndrueshme. Krahas arsimimit të brezave, shkolla luajti rol të madh në gjallërimin e jetës kulturore dhe sportive në qytet, por edhe në fshatra, ku shkonin si brigada kulturore. Në këtë shkollë erdhën kuadrot e parë të lartë, ish gjimnazistët e parë të qytetit, si dhe kuadrot e lartë nga qytetet tjera të vendit, Vançi Pojani, Petro Prifti, Nesli Belovoda, Pandi Gëllçi, Marko Salavaci, Fiqiri Progri, Mustafa Çako, Paquze Shani, Bario Shafi, Qani Çollaku, Gjergji Gusho, Petrika Dako, Dimitraj Zografi, Vaso Samsuri, Dionis Denasi, Ana Jovani, Stefan Kove, Vasilika Burnazi, Galina Shahinaj, Dhori Marjani, Vasila Qlako, Gaqo Tosluku e plot të tjerë. Ndërkohë shkolla u nda më vete nga 8 vjeçarja dhe u quajt shkolla e mesme e përgjithshme Muharrem Çollaku, për faktin se dëshmori vllai i heroit, Reshti Çollaku, ishte me profesionin e nderuar të mësuesit. Emri i heroit ju vu një institucioni tjetër të rëndësishëm. Në vitin mësimor, 1976-1977, pranë shkollës së mesme u hap shkolla e mesme profesionale, me degët mekanik dhe ekonomik. Më 1976 u çeli një deg miniere dhe shpimi, të cilat funksionuan bashkë me gjimnazin deri në vitin 1986. Që nga ky vit e më pas, shkolla funksionoi vetëm si e mesme përgjithshme. Po këtë vit u ngritën klasat kabinet me shumë lëndë mësimore, me qëllim për forcimin e njohurive dhe programin mësimor. Kjo nismë u realizua nga vetë mësuesit apasionuar, duke u bazuar në forcat e tyre dhe dashurinë e nxënësve për dije më të larta. Pas vitit 1992, u quajt me emrin elegant gjimnaz. Megjithse me këtë emër thirrej shkolla nga vetë nxënësit dhe banorët e qytetit, që nga fillimet e saj, nga bankat e kësaj shkolle ndër vite, dolën intelektualet e shquar, të njohur ndërkombëtarisht në të gjitha fushat e jetës. Ne nuk jemi të privuar prej asgjëje të natyrës, ndaj Pogradecit dhe natyra e tij e bukur që zotëron të 4 shtinët, ka qenë burim frymëzimi për piktorët dhe poetët, të cilët janë nga më të mirët e vendit. Talenti i tyre filloi pikërisht në këto banka të thjeshta prej druri, me vizatimet e para, ngjyrat e tablot e para, e më pas me ekspozitat e para, derisa ata sot janë emrat spikatur dhe të njohur jo vetëm në vend. Janë emocionet fuqishme, unë them nga njerë që për gur kam baruar, jam biolog, por gur nuk jam. Jam jashtëzakonisht i prekur nga kthimi 60 vjeçar prapa, për të parë edhe njerë me nostalgji ato kohë të bukura që ishin shoqëruar me vështirësi, por më tepër me suksese. Unë ndeshëm me jetën që në ato vite dhe vazhduam të veprojmë në një mënyrë edhe sot e kësaj dite. Gëzuar 60 vjetorin e themelimit të gjimnazit Reshit Çollaku quhet here, unë vlefshim gjithmonë për gëzimet të tilla dhe i përqafoj të gjithë ish nxënësit bashkëmoshatar min, por edhe të tjerët që vazhdojnë mësimin në bankat e asaj shkolle. Kujtimet me të vetëm më të bukura për gjithë mësuesit që kemi pasur, për të gjithë bashkënxënësit. Ruam ato kujtime me një shoqëri të pastër, me një shoqëri të mirë, me respekt shumë reciprok, me një konkurrencë shumë të sinqertë, me mësues shumë të përkushtuar, nuk e di, një qetësi, një bukuri. Ndoshta është periudha më e bukur që kam kaluar nga gjitha periudhat e mia. Asnjë nuk ka rënë nga bashkë studentët, pavarësisht dikujt ndoshta thjesht emri s'm kujtohet, po më kujtohen gjitha marrëdhëniet, gjitha karakteristikat e tij. Ndoshta data që janë larguar nga ne nuk largohen kurrë. Por uroj për këtë pjesë të jetës tjetër që kemi, të gjithë jemi mirë me familjet tona, me shëndet, me dashuri,
Me këto karakteristika pozitive na dukeshin dhe ishin të gjithë në fakt, të gjithë profesorët, pedagogët tanë të nderuar, si ata që vinin nga rrethet të tjera në Pogradec, kujtoj këtu pedagogët që më ka dhënë direkt mësim, si Nesti Belovoda, Dionis Denasi, Ana Jovan Luka, Kiço Miço, Vaso Samsuri, Dimitrej Zografi e tjerë, po ashtu dhe pedagogët pashtë të shkëlqyer pogradecare si Kozma Basho, Tomor Starova, Gjergji Gusho, Petro Prifti, Mjelaj Ziko, Lambi Kostolari e tjerë. Të gjithëve nuk mund të lektu pa kujtuar edhe atin e mësuesin tim të paruar, drejtorin e atërshëm të gjimnazit Bançi. U kemi një borxh të pashlyeshëm, edukimin ton për dijet e marra gjatë viteve të gjimnazit. Në këto ambiente të thjeshta, nisën frymëzimet e para poetike të poetëve të mirënjohur, që sot marrin çmime të rëndësishme kombëtare e ndërkombëtare. Të gjitha këto arritje i kanë fillesat fal përgatitjeve të shkollës së mesme të përgjithshme në të gjitha lëndët. Nxënësit mësuan në lëndën e gjuhës dhe letërsisë, sepse gjuha ka shumë funksione përveç shpërshkrimit, detyra kryesore e saj është komunikimi intelektual. Të dish të lexosh nuk është më pak e rëndësishme se sa të dish të shkruash. Ata i porosisnin talentet e reja, se pa një simbioz të tillë lexues poet, poezia nuk mund të mbahej më këmbë. Dhe këto mësime i bën më së miri mësuesit e gjuhë letërsisë dhe mësuesit e gjuhëve tuaja, pasionant, të përkushtuar, që ka pasur pikërisht Gjimnazi Muharrem Çollaku. Në këtë përvjetor historik, kujtojmë me nostalgji takimet e brezave ndër vite, që kanë qenë një traditë e bukur e cila është organizuar her pas here, e kthyer në festa të bukura me plot dëshmi e kujtime për punën e madhe dhe kontributin e secilit në mbarvajtjen e punëve në shkollën Muharrem Çollaku. Pavarësisht ideologjisë së kohës dhe propagandës partijake unike, e cila bëi pothuajse në çdo lëndë, në zbatim të detyrave që vinin nga lart, për revolucionarizimin e mëtejshëm të shkollës, për forcimin e boshtit ideologjik, për të vënë jetë parullën të mësojmë, të punojmë, të kalitemi e të jetojmë si në rrethim, nxënësit dhe mësuesit e kësaj shkolle kanë marrë pjesë edhe në stërvitje e zbore ushtarake një mujore, të cilat bënin pjesë në programin mësimor të shkollës. Ndërto mund të përmendim aktivitetet në kuadrin e përvjetorëve të themelimit të Partisë Punës së Shqipërisë, në vazhdim të propagandës në shërbim të ideologjisë komuniste. Këmbimi i epokave të mëdha historike bëhet përmes kthesash të mëdha dhe përmbysjes shoqërore. Secili cikël përmbyllet me krizën e përgjithshme dhe me shpërbërjen e sistemit të vjetëruar shoqëror. Të gjitha këto, nxënësit e gjimnazit i mësuan fal mësuesve shumë të përgatitur në lëndën e historisë apo lëndët e tjera shoqërore. Në lëndën e matematikës, mësuesit e rrallë që ka pasur kjo shkollë do t'ju mësonin nxënësve se matematika është e vërteta. Ata do t'u mësonin atyre racionalitetin, se e vërteta jashtë njeriut nuk ekziston, sepse nuk mund të ekzistojë. Mësuesit e edukimit fizik do të kalisnin tek nxënësit edukatën për një trup të bukur me shëndet të plot, sepse mendja e bukur është në një trup të shëndetshëm. E kështu me radhë, hap pas hapi, e kohë pas kohe, gjimnazi do të ndjente përparime të dallueshme deri në ditët e sotme, larg ideologjive e sloganeve të vjetëruara partijake. Tashmë nxënësit kanë informacione të shumta përmes informatikës, një lëndë e panjohur më parë, informacione virtuale që brezat e mëparshëm nuk i njohën si dukuri. Nuk patën mundësinë të njiheshin shpejt dhe në bashkëkohësi me përparimet e shkencës, artit e kulturës. Mësuesit duhet t'u tregojnë vazhdimisht se duhet shumë kujdes në përdorimin e tyre për të qenë shumë shpirtëror. Kam shumë respekt për gjimnazin tim, pasi më ka bërë të ndjehem në nivelin e studentëve bulgar, kinez, gjerman, amerikan që studionin në kolegjin amerikan. Dhe në fund, dua t'ju them nxënësve të gjimnazit të punojnë fort dhe të besojnë që do t'i arrijnë qëllimet e tyre universitare, si brenda dhe jashtë vendit, pasi stafi pedagogjik i gjimnazit Muharrem Çollaku është i fortë. Unë quhem Diter Bitri, edhe kam studiuar në gjimnazin Muharrem Çollaku për plot 3 vite. Unë kam qenë një ish maturant i këtij gjimnazi vitin e kaluar dhe më bë shumë qefi kur mora vesh që Agjencia Kombëtare e Provimeve e renditi gjimnazi Muharrem Çollaku ndër 10 gjimnazet me rezultate më të larta akademike në maturën shtetërore 2016. Unë kam qenë presidenti i këtij gjimnazi për vitin e kaluar edhe kjo eksperiencë më ka shërbyer shumë që gjithashtu unë të vazhdoj karrierën time edhe në senatet e shkollave
e universiteteve amerikane duke mbajtur pozicionin e një zëvendës presidenti të këshillave studentore të atyre universiteteve. Duhet theksuar se kujdesi i pushtetit në të gjitha kohët ka qenë me vëmendjen e duhur. Fillimi i vitit të ri shkollor është kthyer kështu në një festë të bukur, ku shpesh kanë marrë pjesë drejtues të lartë të shtetit, si ministra, kryetare të tjera personalitete të rëndësishme. Ky është viti i ri mësimor 2014, ku kryetari i bashkisë së qytetit, Artan Shkëmbi, drejtoresha e shkollës Eva Pietri, mësuesit e shkollës Muharrem Çollaku dhe nxënësit e kthyen në festë ditën e parë të shkollës. Gjithashtu, nxënësit e kësaj shkolle duke marrë pjesë në aksione të ndryshme të rinis, si ndërtimi i hekurudhave, ndihmës në elektrifikimin e vendit, në taracimin e Bregdetit, aksionet në bujqësi dhanë kontributin e tyre në ndërtimin e vendit. Gjimnazi Ynë i Vetëm dha një kontribut i jashtëzakonshëm në gjallërimin e jetës kulturore dhe sportive. Në vitet e para, ekipet e sportit të shkollës përfaqësonin rrethin edhe në kampionatet kombëtare. Janë organizuar vazhdimisht në të gjitha brezat aktivitete artistike, muzikore dhe shfaqje të ndryshme teatrale, ku aktorët ishin nxënësit e talentuar, të cilët dhanë kontribut të veçantë. Po së bashku me ta ishin edhe mësuesit e tyre, si drejtues apo si personazhe, ata dhanë shembullin më të mirë në formimin e tyre. Në përvjetorët e çlirimit atë dheut, organizonin me kujdes aktivitete si buletinet letrare, krijuar nga rrethi letrar i shkollës Muharrem Çollaku. Nxënësit e kësaj shkolle kanë marrë pjesë edhe në konkurse të ndryshme, jo vetëm letrare, por edhe në lëndë të tjera të rëndësishme, si matematik, fizik. Në kuadrin kombëtar, ata kanë zënë edhe vende të nderuara. Me 29 qershor 1985, shkollës së mesme Muharrem Çollaku i jepet fletënderi për vendin e parë në aksionin kombëtar për mbledhjen e fjalëve dhe shprehjeve popullore të rrethit tonë. Një tjetër fletënderi u akordua shkollës Muharrem Çollaku në kuadrin e 40 vjetorit të çlirimit atë dheut. U dalluan në aksionin kombëtar për përdorimin më të mirë të bazës materiale laboratorike dhe pasurimin e mëtejshëm të saj. Pavarësisht ideologjisë së kohës dhe propagandës komuniste, pushteti dhe Partia e Punës ishin të interesuar për mbarvajtjen e të gjitha aspekteve të shkollës për të rritur dhe edukuar një brez të ri në funksion të idealeve të saj, në shërbim të atë dheut socialist. Vlen për të theksuar fort se mësuesit dhe nxënësit e shkollës së mesme Muharrem Çollaku ju nështruan dijeve duke parë larg drejt horizonteve të reja, andej nga ishte derdhur gjaku i heronjve, i dëshmorëve, si dhe gjaku e mundi i gjuhëtarëve, andej nga aspiruan intelektualet e lartë qytetit të Pogradecit dhe mbar Shqipërisë. Ishin po nxënësit dhe mësuesit, drejtuesit e kësaj shkolle, të para dallëndyshe të demokracisë në qytetin tonë, që përkrahen lëvizjet demokratike të viteve 90, ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Prej fillimit të tij deri më sot, Gjimnazi Muharrem Çollaku ka qenë burimi kryesor i talenteve që kanë gjallëruar jetën kulturore dhe sportive të rrethit të Pogradecit, pasi mësuesit e këtij gjimnazi ishin elita e rëndësishme e qytetit. Në këto kolektiva bënin pjesë mësues edhe nga rrethet të tjera të vendit, e sidomos korçarët, që sillnin me vete një nivel protagonizmi të dallueshëm, ku bashkëpunuan dhe bashkëjetuan më së miri me mësuesit elit të Pogradecit dhe dhanë kontributin e tyre në të gjithë arsimin dhe kulturën e rrethit tonë. Në vitin 2016 u organizua një aktivitet i veçantë letraro-artistik, dasma në treva të ndryshme të Shqipërisë, organizuar nga mësuesja e letërsisë Klodiana Gusho. Të rëndësishme janë aktivitetet për figura të rëndësishme të kombit, lumturimi i Nën Terezës apo Nën Tereza e shqiptarëve, me poezi nga vetë Nën Tereza dhe krijime të nxënësve për të. Aktivitete për 28 dhe 29 nëntorin historik, këngë, recitime, kërcime, me tematik patriotike e shumë aktivitetet tjera rinore, që kanë gjallëruar jetën e gjimnazistëve dhe mbar qytetit, për cilat shkolla ka merituar certifikata mirënjohje ndër vite, si në aktivitetet sportive, ashtu edhe në ato letraro-artistike. Gjimnazi Muharrem Çollaku ka pasur fatin të drejtojë nga drejtues të denj, të përkushtuar ndaj punës dhe misionit të madh, në drejtimin e edukimit dhe formimit të përgjithshëm, atje ku hidhen bazat e formimit të tyre në moshën më të bukur dhe delikate të saj, ku ka spikatur përgatitja dhe përvetësimi i tyre i qëndrueshëm. Nga krijimi e deri më sot, nga bankat e kësaj shkolle, kanë dalë plot 6.945 nxënës. Njëra prej tyre kanë kryer studime të larta brenda dhe jashtë vendit dhe kanë punuar e punojnë në të gjitha fushat e jetës. Doktor shkencash, profesor në universitetet e vendit, por edhe në botë, në Itali, Francë, Gjermani deri në shtetet
e Bashkuara të Amerikës. Ata janë drejtues të bankave dhe institucioneve të rëndësishme shtetërore. Mjek të shquar, që kanë nderuar rrethin tonë dhe kanë dhënë kontributin e tyre edhe në botë. Dekane, shefa katedrash apo institucionesh, drejtues të lartë në rrethe dhe në të gjithë vendin, drejtues dhe menaxher bankash, inxhinierë specialista punëtor të nderuar, shkrimtare, poet e artist të filmit apo teatrit. Sportistë e punonjës të nderuar të sferave të ndryshme që i bëjnë nder emër dhe i japin krenari qytetit në mbar vendin. Fillesat e tyre kanë nisur në bangat e kësaj shkolle, fal këtyre aktiviteteve të zhvilluara në gjimnazin Muharrem Çollaku, si lojrat olimpike organizuar nga gjimnazi dhe zyra arsimore Pogradec në vitin 2014. Në gjimnazin Muharrem Çollaku kanë punuar me përkushtim qindra mësues të kualifikuar. Një pjesë e tyre janë bërë emra të nderuar edhe në fushat të tjera të shkencës, artit dhe sportit shqiptar. Dhe mbi gjithçka, ata edukuan brezat të tërë nxënësish, u dhanë dituri dhe vunë shpirtin e tyre në shërbim të kauzës me moton "Mësuesia nuk është profesion, por mision", dhe ata e kryen më së miri misionin e lartë të mësuesit. Pavarësisht ideologjisë dhe tranzicionit të zgjatur, ata vazhdojnë udhën e dritës dhe përcjellin brez pas brezi mesazhet e diturisë dhe dashurisë, duke lënë secili gjurmë të pashlyera në kujtesën e nxënësve, të cilët do të vënë në zbatim këto dije duke lartësuar emrin e gjimnazit Muharrem Çollaku. Respekt dhe mirënjohje në këtë përvjetor të 60 për ata mësues dhe nxënës që lanë gjurmë dhe kujtimet pashlyera në jetën e gjimnazistëve, duke gjallëruar qytetin me emocione rinore për të ecur gjithmonë drejt horizontesh të reja. Ata dhanë kontributin e tyre kundër paditurisë dhe mediokritetit për të vendosur në qytetin e tyre dhe mbar vendin standardet e larta të jetës, për të rritur ndjenjën e shpresës dhe unitetit njerëzor në periudhat të vështira historike. Shikoj nga jashtë një zogë në fton, çukit në qam, bora e parë, femët muloj, çudi më parë, si nuk e pam i vogli zor, shpejt fluturoj, ti shkojmë nga pas, me gaz nafton, Japones në bore, celi të kjo do bolo, sa në të zore, si zore shako, ja të që shumë e vrapuan, kam një moda që mbuluar, shikoj